Po flasim tani për hakerimin e materialeve të SPAK. Emri i Melci Belit, një punonjës i Akshit, me një të kaluar në administratën e burgjeve, ka dalë në dritë si një figurë kyçe në dy hetime paralele që po trondisin institucionet. Beli rezultoni përfshirë si në qarkullimin e dokumenteve konfidenciale të prokurorisë posaçme, ashtu edhe në procedurat e debatuara të prokurimeve publike. Si pas burimeve nga proces verbalet e marrjes në pyetje të datës 15 mars të vitit 2025, Melci Beli ka dëshmuar se ka shërbyer si urlidhse për shpërndarjen e materialeve sensitive. Ai ka pranuar njohjen e hershme me shtetasin Zambak Gjoni që nga koha kur punonin në burgje. Ishte pikërisht Gjoni ai që i kishte dërguar Belit materiale të SPAK-ut që përmbanin informacione për figurat të larta politike dhe publike si Erion Veliaj, Damian Gjiknuri, pronari i spitalit amerikan Klodian Allajbeu, si dhe fotografi të kallëpeve të Floririt. Beli ka pohuar se këto informacione nuk i mbajti për vete. Ai ia dërgoi materialin për Gjiknurin, koleges së tij tek Akshi Blerina Hoxhës, ndërsa dokumentet për Erion Veliaj ia përcolli shtetasit Agim Ismaili. Para hetuesve, Beli u mbroi duke deklaruar se nuk u kishte kushtuar rëndësi këtyre të dhënave dhe për këtë arsye nuk i kishte raportuar ato në prokurorinë e posaçme. Megjithatë, roli i Belit shtrihet edhe në fushën e prokurimeve. Më datën 12 mars të vitit 2025, ajo caktua antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për një tender me vlerë 46.8 milion lekë. Objekti tenderit ishte mirëmbajtja e sistemeve elektronike të vizitave dhe hyrje-daljeve në burgje. Hetimet e mëtejshme e kanë listuar këtë procedurë si pjesë të listës së tenderave të dyshimt. Dyshohet se në këtë tender u përdorën kritere specifike si certifikata CSP për të krijuar avantazhe të padrejta dhe për të skualifikuar kompanitë që nuk ishin pjesë e marrëveshjes me një grup të strukturuar kriminal. Ndonse morën pjesë disa kompani si Soft and Solution dhe Fast Tech, qëndrimi i Belit në këtë detyrë ishte i shkurtër, ajo zëvendësua më datën 11 prill të vitit 2025 nga Gilberta Selamaj. Ajo që mbetet misterioze në profilin e këtij zyrtari është qëndrimi i tij i heshtur lidhur me presionet e mundshme, ndryshe nga anëtarë të tjerë të grupeve të punës që kanë dëshmuar për presione nga eprorët për të favorizuar fituesit. Emri i Melci Belit nuk figuron në listën e personave që kanë dhënë deklarata shpjeguese mbi këtë fakt. Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar nëse mosveprimi i tij ishte neglizhencë apo pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë.